Një grup pedagogësh të Universitetit të Arteve përmes një konference për mediat kanë evidentuar shkelje të konstatuara në këtë universitet lidhur me mosrespektimin e vendimeve të komisioneve të promovimit të stafit akademik dhe të senatit. Përfaqësia e Asamblesë të Stafit Akademik të Universitetit të Arteve shpreh shqetësimin e saj të thellë lidhur me situatën krijuar pas vendimit të Senatit Akademik të datës 12/6/2024, të cilat pavarësisht miratimit të tyre nuk kanë gjetur ende zbatim të plot institucional. Nëse ne nuk marrim këto tituj, ky universitet që sot i vihet Chelsea dhe nuk ekziston më. Kërkesa për ndjekjen e detyrueshme të studimeve të ciklit 3, e shoqëruar me kosto të konsiderueshme financiare, ngre shqetësime serioze për përputhshmërinë e këtyre praktikave me natyrën specifike të disiplinave artistike dhe me statusin e veçantë të Universitetit të Arteve. Kërkesat janë përkrahur edhe nga sindikata e punonjësve të universiteteve, të cilët i bëjnë thirrje Ministrisë së Arsimit dhe institucioneve të tjera të ndërhyjnë për zgjidhjen e situatës. Kërkojmë nga ana Ministrisë së Arsimit, qoftë të kryeministit apo të qeverisë në tërësi, si edhe të organeve akademike dhe administrative të Universitetit të Arteve, të marrin gjitha masat të realizohet kërkesa profesoratit të Universitetit të Arteve. Rrezikohemi që në një kohë shumë të shkurtër ne këtu mos kemi njerëz me titull profesor apo profesore të shqetësuar, gjë që rrezikohet edhe universiteti si universitet për pas të emër. Pavarësisht kërkesave të vazhdueshme për sqarim, deri më sot nuk ka një qëndrim të qartë institucional mbi statusin dhe zbatimin e këtyre vendimeve. Ndaj nëse nuk merren masa, pedagogët paralajmërojnë bojkot dhe hapa të tjerë. Në mungesë të një përgjigje të qartë dhe një zgjidhje institucionale, përfaqësia e Asamblesë do të shqyrtojë të gjitha mjetet ligjore dhe institucionale. Hapat që do ndërmarrim janë të gjitha në përputhje me ligjin dhe do të jetë që nga bojkoti e të gjitha me radhë.